Skuadra përfaqësuese e ekipit të Teuta Basket do të zbresë në fushën e betejës sportive ditën e diel ndaj Partizanit të Tiranës në kryeqytet. Ky ekip gjatë kësaj jave ka pasur një intensitet stërvitje nga djemtë të Teutës për të siguruar fitore në këtë ndeshje, pasi kjo do të ndikojë në ruajtjen e nivelit të fillimit të kampionatit, që u karakterizua nga 2 fitore të një pasnjëshme radhazi dhe një humbje. Për këtë djemtë të Teutës kanë bërë me dije për televizionin Adrianet në momentet e seancave stërvitore se ekipi po vijon përgatitjet intensive në fushë në kuadër të duelit të ardhshëm ndaj Partizanit në Tiranë. Ekipi paraqitet tashmë në këto stërvitje në gjendje optimale dhe i gatshëm për sfidën e të dielës, thanë pjesëtarët e ekipit të Teutës. Skuadra bregdetare renditet në vendin e 5 pas humbjes së pësuar javën e 3 me Apollonin në Pallatin e Sportit Ramazanjala, dhe për këtë synimet e trajnerit Nikola Milatovic janë përqendruar më shumë në nivelin e punës stërvitore, në rritjen e aftësimit profesional dhe besimin në arritjen e fitores së trofeut të kampionatit. Lidhur me këtë ndeshje perspektive dhe pikësynimet e fortet e ekipit, kapiteni i skuadrës Krisi Gërrea është shprehur se stërvitja këtë ditë ka qenë në intensitet dhe dinamike. Ekipi është përpjekur të korrigjojë gabimet në ndeshjen e fundit dhe do të luajë në Tiranë ndaj Partizanit me mision për ta fituar dhe të rikthehet tek rezultatet pozitive, ka deklaruar Gërrea.